Segmenti në platformën metalike të urës së re të Bunës ka ardhur duke u përkeqësuar, sidomos sa i përket amortizimit të shtresës së saj të parë. Si pasojë, lëvizja e automjeteve bëhet gjithnjë më e vështirë. Për këtë arsye është vendosur kufizimi i shpejtësisë jashtë normave të zakonshme të qarkullimit, me qëllim parandalimin e dëmtimeve të mundshme të automjeteve, si pasojë e anormalitetit të krijuar nga dëmtimet në shtresën kryesore të trasesë. Kjo gjendje është trajtuar shpeshherë edhe nga mediat lokale, duke u theksuar si një domosdoshmëri riparimi i këtij segmenti, sidomos në kuadër të përgatitjeve për sezonin veror turistik. Sot është koha që autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër të ndërhyjë, pasi duke filluar nga muaji qershor dhe në vijim, trafiku do të jetë shumë i dendur, si në drejtim të Shirokës dhe Muriçanit, ashtu edhe në kthim. E theksojmë këtë pasi gjatë verës së kaluar u shfaqën probleme të shumta për shkak të trafikut të rënduar të automjeteve edhe për këto kushte. Jemi në gjysmën e dytë të muajit maj dhe ende nuk duket se autoriteti rrugor është i bindur për nevojën e ndërhyrjes në këtë situatë që përkeqësohet çdo ditë. Përveç riparimeve të trasesë, nevojitet edhe lyerja me bojë platformës metalike dhe të gjithë elementeve të saj, pasi gjendja aktuale është jashtë çdo standardi normal. Në këto kushte i mbetet bashkisë dhe prefekturës Shkodër të kërkojnë nga autoriteti rrugor ndërhyrjen e menjëhershme për zgjidhjen e kësaj problematike, me qëllim që qarkullimi i automjeteve gjatë sezonit turistik të zhvillohet në kushte sa më normale. Kjo urë nuk shërben vetëm për zonën e Shkodrës, për të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën, pasi përballon një pjesë të madhe të lëvizjes së automjeteve që hyjnë e dalin nga vendkalimi kufitar i Muriçanit.